Ka një moment kur dritat fiken dhe ekrani ndizet. Realiteti nuk zhduket, por zbehet. Mendja të rishet pak mbrapa dhe pranon një marrëveshje të eshtur. Okej, për pak minuta kjo botë vlen pa isa imja. Filmi është një eksperiment që njeriu ka bërë me realitetin. Një hapësirë ku ajo që shohim dhe ajo që ndjejmë fillojnë të ngatrohen dhe kufiri mes tyre bëhet i paqartë. Prandaj për pak minuta ne nuk jemi thjesht spektator. Bëjmë pjesë e jetëve që nuk do të jetojmë kurrë dhe historive që nuk na përkasin. Hello guys! Sot me mua për të folur për kinematografinë shqiptare dhe komerciale Olsa Bazi, producent. Faleminderit. Mirë se erdhe Ols. Mirë se të gjeta në këtë studio kaq të bukur dhe kaq me energji të mirë. Olsa, audienca ime di, unë jam shumë e çmendur, nuk kam fare emocione, por sot, si radher ose si për herë të parë, unë kam shumë emocione. Edhe jam e sigurt që ndikojmë shumë nga personat që kanë përballë, janë emocione të mira, por që Jetoj, se emocionet gjithmonë duhen jetuar. Në momentin që ti e di që ke emocione, ndalo dhe jetoj. Këshillat nga ty nuk e refuzoj asnjëherë. Okej. Fillojmë për temën tonë, për atë që ti të flasësh më mirë se kushdo tjetër. Mendimi im, është opinion, mos filloni të gjykoni ju të tjerët. Ti e brenda industrisë. Si e sheh kinematografinë shqiptare sot? Si një industri që po ndërtohet apo si projekte që mbijetojnë veçmas? Të dyja kanë lidhje me njëra tjetrën. Sepse projekte që mbijetojnë, ato ndërtojnë industrinë. Po thelbi është që sot kinemaja po e rindërton vetveten. Në një mënyrë dhe po e rishpik vetveten. Të paktën për kineman shqiptare, flas për industrinë tonë, për këtë gjë që është brenda kufive shqiptar, madje do përjashtoja edhe shqiptarët e Kosovës, edhe pjesën e Kosovës, po flas ekskluzivisht vetëm për Shqipërinë. Në këtë moment, industria e kinemas po rindërtohet fal pasionit, fal përkushtimit, jo vetëm timit, po të një grupi njerëzish që janë shumë të pasionuar dhe e duan shumë atë që bëjnë. Kjo është, më thënë, zgjedh A. Do të thënë ti mendon se filmi po hyn në një fazë tjetër, ndryshe nga para 5 vitesh apo 10 vitesh. Është një fazë revolucion, mendon? Mund ta quajmë kështu? Që është në një fazë tjetër. Është një fazë ku profesionistët janë rritur profesionalisht. Kur flas profesionistët nuk flas vetëm për regjisorët, flas edhe për aktorët, flas edhe për aktorët e rinj. Po kur flas për këtë pjesë që ti shef në ekran, duhet të ndalemi dhe të kuptojmë që këto profesionistë që janë rritur edhe si pasojë atyre që janë pas kamerës, sepse ato janë më të rëndësishmit, që janë regjizori, që janë drejtori i fotografisë, që janë njerëzit që merren me audion, janë njerëzit që merren me dizajnin e produksionit, janë njerëzit që merren me ndriçimin, janë njerëzit që merren me organizimin. Kështu që filmi në vetvete është si një zinxhir, po një zinxhir energjish të mira që në fund prodhojnë një produkt që nganjëherë ose asnjëherë ti nuk e di se çfarë produkti do kesh në fund. Prandaj filmi ka magjinë e vet. Do të thënë, çfarë ka ndryshuar realisht? Cilësia e projekteve apo mënyra se si publiku e percepton atë? Shiko, janë disa komponentë që e kanë sjellë këtë ndryshim. E para është digitalizimi i kinematografisë, që do më thënë, më përpara, para 2007-ës, para 2008-ës, kinemaja ka qenë vetëm e xhiruar nëpërmjet filmit, pelikulës. Mbas 2007-ës, 2008-ës u zhvillua digitalizimi, gjë që edhe lehtësoi prodhimtarinë e kinematografisë. Kjo gjë reflektuar edhe në Shqipëri, sigurisht 10 vite më vonë. Pra në 2017, 2018, 2019, këtu filluan të ndryshojnë gjërat, të bëhen pak më të thjeshta teknikisht, gjë që i lejon një grupi të caktuar njerëzish që e kanë pasion, që të mund ta përkthejnë këtë gjën në një film. Dhe kjo ndodhi gradualisht dhe sot ne kemi minimalisht disa produksione në vit që janë filma shqiptar independent, që ne jemi mësuar t'i quajmë komercial, por në fakt janë independent. Okej, më që më dole fiks te fjala kryesore, komercial. A ndjen që në Shqipëri komercial është ende një fjalë që keq kuptohet? Do të thënë sikur suksesi dhe arti nuk mund të bashkëjetojnë me njëra tjetrën.
Jo, suksesi dhe arti bashkëtojnë me njëra tjetrën. Ndoshta do të thoje paraja dhe arti nuk bashkëtojnë me njëra tjetrën. Suksesi dhe arti janë një simbiozë, janë në simbiozë me njëra tjetrën që duhet patjetër të jenë bashkë, nëse s'janë atëherë nuk ka art. Po në rastin e filmave, nëse ne i quajmë komercial sepse duam edhe ti trajtojmë në një sens pak, duket sikur i trajtojmë në një sens pak me më pak respekt. Që do më thënë film komercial ose film autor. Tashti, këtu mund të ndalojmë një sekond. Filmi komercial në vetvete, duke qenë se është një film që i shkon një publiku më të gjerë se sa ai që është filmi autor, filmi komercial ka në tërsinë e vet edhe formën, më shumë se sa përmbajtjen. Ndërsa filmi autor ka në tërsinë e vet më shumë përmbajtjen se sa formën. Sepse filmi komercial detyrimisht duhet të shitet, duhet që të mbajë vetveten. Ndërsa filmi autor në përgjithësi është një film që është mbështetur sepse dihet që nuk do ketë aq shitje sa çka filmi komercial. Nuk e di nëse i lidha të dyja bashkë, po shpresoj që ta kemë bërë. E bëre, mos ki fare dyshime. Domethënë sa prej filmave shqiptar, sot do të guxoj të quajë komercial të suksesshëm, pa hezitim. Shiko, do të bëjmë një marrëveshje fjale. Ne do të quajmë një gjë të suksesshme që në momentin që bëhet në Shqipëri, është shumë vështirë që të bëhet. Pra nëse ne kemi një film që aty kemi një sukses. Sepse për të mbritur deri atje, pak kush e di ose janë të pakta ata që e dinë se sa mund ka nga një seri nga shumë njerëz. Janë shumë orë pune, janë dhe në fund, në momentin që ne kemi një film, aty kemi një sukses. Atëherë, pas këtij suksesi, le të quajmë të gjithë filmat të suksesshëm, sepse duhet të respektojmë lodhjen e tyre dhe pasionin. Pas suksesit, kush është më i suksesshëm? Këtu do mund të ndalesh edhe thoja që janë pak filma që janë realisht filma që edhe kanë gjetur një lloj, e kanë rezonuar me njerëzit që kanë pas shumë shitje në kinema, po edhe që kanë qenë artistikisht realizuar. Janë pak, akoma jemi te pak, më pak se një grusht. Më vjen keq, por nuk do të lejoj të jesh politikisht korrekt. Dua specifike, normal. Shiko. Atëherë unë do flas në kontekstin e asaj që unë quaj suksesshëm. Një film i suksesshëm për mua që vendosi një standard, guxoi dhe vendosi një standard, është filmi me skenar të Turian Hyskës dhe Edi Ogës dhe me regjisë të Jocelyn Ramës, që ka qenë tashti në dhjetor. Një film tjetër që për mua është, jo sepse unë jam pjesë, por që ka sjell një risi në figurën e kinemas edhe në mënyrën e realizimit, është filmi Policë për jetë. Ndërsa për sa i përket komponentëve të vet, në të gjithë komponentët e tij ka qenë në një lartësi që Shqipëria në këtë moment nuk e ka patur, po shkon drejt asaj. Ndërsa një film tjetër që ka mbritur rekorde pas pandemisë, të quajmë, që të jemi politikisht korrekt, është filmi që ka bërë Mariusi, filmi Falli 2, i cili çoi në kinema plot më shumë se 70.000 njerëz. Që do thotë ti mund të jesh kokfort dhe të thuash që jo, ai është një parodi apo nuk ka rëndësi. Në momentin që ti ndërton një vepër dhe ajo vepër rezonon me popullin, atëherë detyrimisht je i suksesshëm. Ti mund të jesh i paragjykuar, por je i suksesshëm. Okej, super. Gjithë ata që ndajnë një profesion me ty, dihen shumë mirë që po i përfaqëson sot. Me siguri. Mirë, Olsi, më fol pak për pengesat që has sot realizimi një filmi. Që unë jam shumë njëri specifik edhe... Sa do zgjasi ky podcast. Do zgjasi... Se po të flasë për pengesat që has së film, do duhet që të porosisim për të ngrënë, për të pirë edhe për të shku deri në darkë. Jo, se me djetë, Olsi. Shumë mirë. Olsi, unë do t'i listoj që t'i bëj specifike se dua dal direkt aty ku dua unë. Dil. Financimi, skenari, infrastruktura apo audienca? Jo, audienca jo.
Ato tretparat janë më të saktat dhe mund t'i vendosim në renditje si të duam ne. Sepse secila ka peshën e vet. Mendon se audienca mendon se ne kemi një audiencë të edukuar për kinema? Jo, shiko. Në qoftë se ne e nisëm këtë bisedë duke thënë që jemi në një moment të ri të industrisë, ne do të marrim të mërqin edhe që audienca është bashkë me ne. Që domethënë edhe ajo është në këtë moment. Nuk është se audienca janë të gjithë atje 1 milion veta që presin çfarë do bëjmë ne. Janë shumë pak ato që na ndjekin në këtë rrugtim. Kështu që nëse ne flasim për financim, jeta më ka mësuar që paraja nuk është asnjë problem. Për sa kohë ti ke gjën e duhur për të shitur. Nëse ti ke gjën e duhur për të shitur, atëherë të gjithë janë atje për të shpenzuar për ato që ti i shet. Çfarë i shet ti njerëzve në kinema? Ka një rregull të kinemas edhe ajo që shet është skenari. Skenari. Siç edhe për tregtin, për të shitur është vendi. Për këtë është skenari. Në momentin që ti ke një skenar shumë të mirë, që ne e kemi një problem se nuk është se ne kemi të zhvilluar skenaristët apo që të kemë punuar me filma gjatë dhe të dinë strukturën, të dinë ku ta thyen strukturën, pra të dish shumë rregullat që ti thyesh ato. Edhe skenaristët tanë nuk është se janë në këtë pikë, kështu që gjëja e parë që na mungon neve këtu është skenari. Domethënë, nëse ne do mbrim në pikën që do kemi skenaristë të zot, apo situata, apo filma që se ti ke për shembull po marr një shembull kështu siç bën biseda standard që merret një shembull, ke Taxi Driver të Martin Scorsese, që ka qenë një film që pak kush e besonte atëherë, që është një film me një taksixhi. Pra filmi është taksixhiu. Bësh një film tani në Shqipëri të quhet Taksixhiu. Dhe mënyra se si ai kishte e ka trajtuar filmin, mënyra se si besonte në film, mënyra si e shkroi, e bëri që ai film të jetë një film që sot e kësaj dite ka jehonën e vet. Kështu që skenari është gjëja më e rëndësishme. Pastaj, prej aty, ne kemi një mungesë shumë të madhe që është infrastruktura. Infrastruktura do thotë sallat e kinemas që janë në Shqipëri. Qofse ti bën një film sot, ti je i detyruar që ta çosh këtë filmin në pak kinema. Që do thotë ti i adreson njerëzve shumë pak, produktin i adreson shumë pak njerëzve, se nuk kanë mundësi të shkojnë gjithë njerëzit në kinema. Është njësoj sikur ti je një supermarket, të duash shesësh më shumë, por të ketë vetëm 2 pika. Sepse produkti është. Sa më shumë pika të ketë, sa më shumë i shpërndar të jetë, aq më shumë mundësi ka që ai të shkojë te njerëzit. Dhe kjo është pjesa e dytë që është për cilën ne po punojmë, për cilën unë personalisht jam investuar ka kohë, dhe lajmi i gëzueshëm është që është miratuar nga Ministria e Kulturës një se ditë them buxhet apo diçka tjetër që do bëhen edhe 7 kinema të tjerë në Shqipëri, që do thotë që në momentin që ne nxjerrim filmin, e nxjerrim jo vetëm në Tiranë, por edhe në 7 rrethe paralelisht. Se ky është ai që ne dëgjojmë nëse e ke dëgjuar P.O. Box. Është ajo që ti merr nga kutit e biletave që shiten. Kështu që infrastruktura dhe skenari. Po, një thirrje, një kinema në Berat, unë jam nga Berati dhe aty s'ka kinema. Kështu që unë kam një. Dhe imagjino në Berat, ne kur kemi çuar filmin, kemi çuar tek teatri, kemi marrë atë me vete, kemi projektor etj. Një gjë që është e tmerrshme, domethënë është skip. Mirë, ta bëjmë tani pak më fan, më personale, bisedën që te publiku të na ndjeki tani siç duhet, se këto të tjera të sigurt ja bë skip, përgjithsesi. Jo. Tashti, shpresojmë që ju like dhe subscribe në fund, po nejse, cili projekt të ka lodhur më shumë emocionalisht? Ky i fundit. Jo përkushtove shumë. Policë për jetë, po, sepse ishte doja që patjetër të bënim diçka që të ishte në lartësinë që ne të vazhdojmë të kemi sfidë me vetvete në fillim, pastaj me atë që mund të realizojmë. Filmi Policë për jetë më ka lodhur në të gjitha dimensionet e qenies time. Olsi, nuk e di për ty, po zakonisht unë kur mbaroj së pari një film ose serial, ndjej një boshllëk. Nuk e di, ndjem keq. Ndjem sikur do më bëj diçka. Ti ndjen ndonjë boshllëk apo ndonjë lehtësim? Jo, shumë rrallë më ndodh. Ndoshta më ka pas ndodhur më përpara, po tani shumë rrallë më ndodh që një film të më përfshi aq shumë emocionalisht.
Domethënë, mund të them era fundit që ka ndodhur ka qenë kur kam parë Interstellar të Christopher Nolan. Ai film më përfshiu në gjithë mënyrën se si ishte realizuar, pra ishte një udhtim që ky është një udhtim. Dhe sa mirë që ti udhton bashkë me filmin dhe kur filmi mbaron ti ndihesh vetëm pa film. Po. Ka ndonjë projekt që ti do doje ta ribëj nga e para? Jo, nuk ka një projekt që unë dua ta ribëj nga e para. Unë kam kam në kokë një, nuk po them legjend, po një nga këto gojdhënat e popullit që dua ta bëj një film. Nuk mund të jetë film metrazh i gjatë, dyshoj, sepse historia është e shkurtër, po nuk e di. Kjo është një gjë që kam për ta ribërë jo, sepse unë jam me po e quaj filozofin që njeriu gjithmonë do të provojë gjëra të reja. Dhe nuk jam fare dakord me ato që thonë, po ti ribëja gjërat, do bëja të njëjtat gjëra. Jo, pse do bëja të njëjtat gjëra? Të provosh gjëra të tjera. Olsi, atë kritikojnë të? Nuk e di nëse më kritikojnë, nuk ballë për ballë, të kanë bërë të kanë bërë një kritik që të ngel mendje. Mund të ketë qenë shumë e rëndomt, banale fare, thjesht. Jo, domethënë kritik. Njerëzit që punojnë me mua thjesht nganjëherë më thonë që pse bëhesh kaq e vështirë, po kjo nuk e di nëse është kritik. Për mua është kërkesë llogarie për të ecur përpara, për të bërë maksimumin tonë, edhe pse nuk është se do shpikim rrotën. Po të paktën të marrim kënaqësi nga njeriu merr kënaqësi kur zbulon kufit e vetes. Aty ti provon vërtet kënaqësi. Super, kështu që provoni kufit tuaj deri ku mund të arrini, deri ku mund ta çoni veten tuaj. Tani, Olsi, për ta mbyllur. Nëse do kishe liri totale, pa kufizime buxheti, apo pritshmërish, apo kritikash, apo Nëse do kisha një çek të bardhë për çdo gjë, po. Po. Çfarë filmi do bëje sot për publikun shqiptar? Do kisha bërë një serial që do kisha zbuluar se ç'ka ndodhur me këtë vend në këto 25 vitet e fundit me politikën. Një House of Cards shqiptar. Ai do kishte qenë një traumë kombëtare, por që do, me që e tham të bardhë, pra le të abstragojmë deri aty ku mundemi. Do kishte qenë një traumë kombëtare si serial që do prekte ndoshta dhe të ardhmen e vendit për t'i bërë gjërat më mirë se që janë bërë dhe se që mund të bëhen. Tani që po e mendoja ndërkohë që ti po flisje, po të dëgjoja, mund t'i bëj një kohë si studia më beso. Filmi është i vetmi vend ku njerëzit shkojnë për të paguar dhe qajnë. Në më paguajnë për të qarë. Njeriu kur qanë çlirohet. Dhe kjo është këndësisht e provuar. Dhe i bie që njerëzit paguajnë që të çlirohen. Bleku më i mirë i harxuar ndonjëherë është ai. Pak toksike, po artistike gjithsesi. Faleminderit Olta Bazi që solle sot pranesh pak të kauzin që ndodh pas produktit final që ne si audiencë shohim. Si ndjeshti që mbarove këtë podcast me mua? Si ndjeshti përballë meja? Kjo është më kryesore. Të them të drejtën, më ke surprizuar. E ke mbajtur nën kontroll gjithë gjën dhe një dëgjuese e mirë dhe shpresoj që edhe ti të jetosh me idenë që gjithmonë të jesh në sfidë dhe të kalosh vetveten. Shumë faleminderit. Faleminderit ty. Nëse na ndoqët, keni bërë gjën e duhur dhe mos harroni. Një film ju lë pa fjalë, nëse është kryevepër ose thjesht nuk e keni kuptuar fare. Bravo!